Se doli nga vetja? Pikërisht doli nga vetja sepse u ngacmua në disa situata dhe në disa momente të cilat atë e bëjnë të ndihet i rrezikuar me këtë statusin e privilegjuarit që ka. Dhe unë Çfarë statusi ka? Arri në shtëpi? Ja, do ta shpjegoj. Në shtëpi sekrete ku? Unë besoj se ka diçka nga ideja që ju thatë pak më herët që ky personazh mund të jetë edhe i influencuar. Dhe pse? Vitin e fundit për shembull janë publikuar fakte që kanë treguar se ky person ka komunikuar me jashtë në ambientet ku ndodhet. Të paktën me disa persona, pra janë publikuar pamje apo video ku ky person ka komunikuar me disa vajza. Janë publikuar fotografi ku ky është në një palestër, janë publikuar fotografi ku ky është në një Skype, në një platformë sociale që komunikon me foto dhe me video, dhe automatikisht çdo kujt i lind e drejta për të dyshuar që ky mund të ketë komunikuar dhe me persona të cilët e udhëzojnë nga jashtë, që dëshmo për këtë, dëshmo për atë, ndiq këtë strategji, përmend evidento këtë rast për të humbur gjurmët apo për të humbur vëmendjen, impliko këtë për ta bërë procesin më kontrovers, edhe elementet kësaj forme. Në fakt është tundimi i madh të kesh një si Nureddin Dumani, që është bërë shumë viral dhe ta kesh, po themi, ta shfrytëzosh ti. Të kesh ta shfrytëzosh. Tundimi i madh. Tani, në këtë çështje, duhet ta them për publikun që ka pasur edhe një të penduar të tretë, që ka qenë Klevis Alla, i cili e ka humbur statusin, ashtu siç tha profesori, që rezultoi që jo vetëm që nuk ishte treguar gjithçka duhej, pra gjithçka dinte, sepse klauzula ligjore kërkon që të tregosh gjithçka, pa kursyer asgjë, duke implikuar dhe veten dhe të tjerët. Por kishte treguar gjëra të pasakta dhe kemi një të pafajshëm në këtë rast që u shpall nga gjykata pikërisht mbi provat dhe faktet që janë informacione të devijuara enkas. Ky është një personazh kontrovers dhe sigurisht është një personazh të cilit nuk mund t'i besohet me 100%.